Dashi. Mos prisni mrekulli në aspektin financiar. Është një ditë për të shmangur shpenzimet e panevojshme dhe për të fokusuar te planet afatgjata. Demi. Buxheti kërkon më shumë kujdes. Një pagesë ose shpenzim i papritur mund t'ju detyrojë të rishikoni prioritetet. Pinjakët, financat nuk do të jenë pika juaj e fortë sot. Kujdes me premtimet apo investimet që duken shumë të mira për të qenë të vërteta. Gaforja, shmangni huadhënjet dhe blerjet impulsive. Dita favorizon kursim më shumë se sa fitim. Luani. Mund të ndiheni të tunduar të shpenzoni për qejf, por yjet këshillojnë maturi. Një vendim i zgjatur sot do t'ju kursej stres nesër. Vizhresha, organizoni financat dhe mos merrni vendime të nxituara. Durimi do t'ju sjellë rezultate më të mira në ditën e vijim. Peshorja, një vonesë në një pengesë ose marrëveshje mund t'ju bezdisë, por situata është kalimtare. Luani qetësinë. Akrepi, mos përzini emocionet me paratë. Një vendim i marrë me nxitim mund të rezultojë aq fitimprurës sa mendoni. Shigjetari, dita nuk favorizon rreziqet financiare. Prisni pak para se të merrni vendime për investime apo blerje të mëdha. Pritsjapi. Mund të përballeni me disa shpenzime shtesë, por organizimi juaj do të ndihmojë t'i kaloni pa vështirësi. Ujori, keni kujdes me ofertat dhe bashkëpunimet ekonomike. Jo gjithçka që shkëlqen është tar. Peshit, financat kërkojnë më shumë vëmendje se zakonisht. Mos u mbështetni te fati, por te llogaritjet e sakta.